Mujën e kena taku ati në shtap, pile ka njerë gjatë ditës edhe kënajshin mrejna shtap me bjeqën. Edhe rreth pas mesnaute, rreth orës 2, 3, sa ka ora, bijen prit para roja. Edhe atere ne na ullë, do më thonë e veç sërpë të kishmi pas mas shmine 15 metri, afer 15 metri, 20, mas shumë. Këto ishin goto na vëshku shumë mirë. Me granata dore na kanë gjujt fillimisht grupë. Edhe kanë fillu mitraleze, kallashe, snajperka, këta orë. Edhe atëri ju kena përgjigj me zjarë. Në qatë moment, ku mra zhaugas na për kufuma, edhe kanë me 2 bume dore më kanë gjujt. Njërë si pështova, së më roki. Kur dita mas shpine, goditin krije dhe gjyti pa vedije. Edhe mase, kur jam të veç, sërpë në kishin pas arrestu. Po të lisë, ndërsa isha të liftu, i lisha zotit, o zotë, sa ma shpejt të më roke plume, të pushaj. Se kina thonë, ja vdek, ja liri. Me vdek, po, mu dërzu, ja. Unë e kom pasën 5 karikaturë. Muj me thonë që më ka me të fishek të fundit 10. Edhe ka ardhe dhe më ka afru nga gatë edhe i kum ra unë ati ushtarit. Në grësht. Të isha t'ja marrë kalashin, edhe ta vrasë, ose të vrasë. Se s'desha ma me jetu. Po veç më i pëke menja qisht ta qili dirën e helikopterit të këqaj. Qatë qëllime kisha veç des ma shpejt. Ku muj me thonë që i kom pas uniformën edhe amblejmën në qëkës deri nish. Kur e kam pa amblejmën në qëkës, ushtarë qirt, një ishit që janë konë në të repartë, nuk e di që janë gjujt, sa ushtari që krajnë kënë të marrë qa, kënë të shkejp. Veç me shkejpë atë amblejmën në qëkës. Kur dëllim jashtë një politë civil, ka 2 metët më dhajat. Më në gjithë për qafe, thot, a kime morë ma pushë Kosovë. Ose beja ishte dikon një 50 metrë larkë, pinejve. Edhe atërë nga thanë, a që këni të Amerikanë të juve. Po, para se me mrinë likëc, ruaja e UÇK-s në dojnë në rrugë, i nalja së bejnë. Edhe atërë kër i pa ma mblejmë në UÇK-s, atërë e kuptumë që me të vërtejt në panë liru. Unë jam Samet Ballazhi, vinë nga anë e Elizit, pjesëtari i ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Po nëse për shefshme situatën që ka fillu luftimet në Drenicë, edhe morëm inspirim edhe për më kiqë në rata UÇK-s. Së bashku me djalin e Minxhës Velin edhe Muhamet Ali Ballazhi. Edhe atë ditë ka qenë ditë e premte, kemi falë gjumon, edhe kena vazhdu për fshatin Blac, ku kemi bujt një natë aty të një dhambër. Dhe prej atë kena më shku në Tetovë, prej Tetovës kemi shku për Shqipëri, për më kiqë në UÇK. Ne kena shku në Shqipëri atje në Tiranë, kemi kontaktu me disa pjesëtarë të UÇK-s që i kemi njoftë, si komandant Hoxha e Mërcumën. Dhe në kanë drejtu se ku me shku për ka kuksi këtu në Krumë. Dhe kena taku në Krumë atje pasi kemi shku, Gjeladin Gashin, Plakin. Kemi qëndru aty një 2-3 orë dhe në ka dërgu deri të kazema e Vlanës, Shqipni. Ku ishin një ushtarë të UÇK-s. Në ka pritë sa me u këshinje, edhe në kanë sistemun në objekt, dhe nejësët kena fillu me njerë me pregaditjet ushtarake. Qysh kena të ditë? A mund shme na përshkru pak? Ishën ditë më të mira s'kisht, se i pam njerë të UÇK-s, ushtrisë tonë, dhe marrëm një motivim shumë më të lartë për luftën, për më kiqë në luftë në Kosovë. Ne kena shku me tramvaj tetor 1998, edhe kemi nejtë deri me tramvaj djetor, do më thonë, 12 ditë kemi qëndru aty, zbashku ka qenë Muj Krasniqi, Beqirgashi, do më thonë këtë kërë të ati grupi që kanë qenë aty. Ekrem Rixha, Nuri Bexheti, disa ishu dhe së qasaj grupës, Afrem Osliu. Kena pas tërvitje, kena pas me arpë të ndryshme,
Po ne pasi që kina netëm 12 ditë, zënë mu mërzit që ti ma shpejt në Kosovë. Me padorim me preqme me në Kosovë. Mujën e kina taku ati në shtap, pile ka njerë gjatë ditës edhe kënajshin mrejna shtap me bjeqën. Do me thonë, na e pëshini më të vjem edhe kajnë këtë tina që kënajshin. Po kështu ndukshme një njëri thjesht, po me zëj më shumë të madhe për luftën. Po ka në qenë besedat e luftës, shumica pjesëmarrja të në për zonat ndryshme, do më thonë luftimet që ka pas. Edhe pse kina pas shumë pak, ma pak kontakt, kështu non stop, se ka pas grupën e vetë, një nga konë si kur pa njëfshëm, do më thonë ajo zona jonë. Po ka qenë i plagosën a ishë, me plaka o këti prapë me në Kosovë. A i ka pas qenë përshërim Shqipëri, dhe ata me siguri se pritë ke përve padorim me në Kosovë, se u motivun për luftët. Ne kishme po 12 ditë në Vlanë, shtap. Edhe na mërzit pak se edhe jeta të nejtë me një vend se ne ishme dëshmi aktivitet të bajmë, dëshmi në teren. Dhe kër erdhe atë natë, për me shku në fshatin Cahan, dhe të nejësit mu njësë për Kosovë, nejës fletëm ta natën atë natë fshatin Cahan. Se edhe objekti ishte i volë, edhe nuk ishte shtrojas, do më thonë, për emocioneve se me në Kosovë, sa ma shpejt, nuk na mërke gjumi. Edhe kështu që zdriti drita dhe nejësit pregaditit edhe fillon për Kosovë. Po rëktimi ka qenë atë ditë një ditë të ftoft me borë, kishmi nga garkuar magartë edhe kohajt për municionin dhe torba që kishmi çanta që i thëjnë. Dhe në deri me një farë pjesë i bartën ato. Dhe me atërin e zonë më vështërsu shumë, kështu që atëri ne i karkum shpinat tona. Pesha ka qenë dikon 40 kg, deri 45 kg në atë kohë, që i kina pas municion, se dëshmi të mërshme sa ma shumë, që të bijë ma shumë municion në Kosovë. Kështu që rruga ka vazhdu dikon 7 motor pesha, që i kemi bartë. Po në vinë e kofinit, testanët që shequjmë ne, kemi pushu ati, kemi jongur diçka që ka kina pas me viti, që ka kina pas marë, dhe kanë majtë fjalim mu i krasni që e krem rije qofë se s'gaboj, edhe kina vazhdo rrugën për pashtrik. Në atë fjalim kujtohet shumë mirë kur ka thonë muja se djemin ato një tashtë në një zonë teritor të Kosovës, dhe qofë se ne bim prit, kolona s'ka më nalë. Kanë më vra dhe tre, po kolona ka me vazhdu, mos më nalëq. Mos më ndërprej. Se në qofë se ndërprejet, atëre këna pas viktima ma shumë. Po qofë se ne i vazhdojmë, atëre viktimat kanë me qenë më parë. Edhe kështu që kina i, edhe ka përmin që kina mi mes di karaullave, sërbe, edhe kina me vazhdu. Edhe atëre kina vazhdu rrugtimin drejt pashtrikut. Pastaj ne kina vazhdu drejt pashtrikut, do me thonën ka qenë jacar shumë i madhë. Nuk muj me thonë se sa ka qenë minus, me qka shumë i ftoft, bore madhe ka qenë dikon rreth 1 metra për afërsisht, edhe kena vazhdu. Para roja kanë vazhdu e para neve dikon 3-400 metrë janë konë, do me thonë e Krem Rjegja, Nuri Begjeti, Majra Sani, Ilir Popaj, Qenqenaj, ato kanë nejtë para roja, edhe disa qire janë konë, po shumë kujtuhet. Para roja dikon ja kanë qenë 10 vetë. Ato kanë vazhdu dikon 400 metrë para neve, do me thonë që kanë vazhdu rrugën. Ne me mujnë ja konë mrapa, po ne 148 vetë ja konë këtë grupi, që na konë aj grupë. 148, 150 për afërsisht. Veç që ki numër është 148, 150. Muja na ka pri neve. Afrim Musliju,
edhe para roja, do me thonë që janë konë. Edhe rreth, pas mesnatë, rreth orës 2, 3, sa konë ora, bijem prit para roja. Dhe ndalit kolona, edhe me morë informata se çka ka ndodhur. Vjen informata që avra qejna, edhe grupi pararus ka deportu për Kosovë. Jam plagos edhe Majra Sani e Kremrieqe. Edhe atëre ne kthejmë prap dikon një 50 metre për ku ishmi nalë, edhe na, do më thonë na nalë në pushim, të pushu me morë informatës që ka po ndodhë. Edhe atëre ne na ullë, do më thonë ne veç sërë të kishmi pas mas shmine 15 metre, afer 15 metre, 20, mas shumë. Këto ishin gotë nga vëshku shumë mirë. Edhe ndërkove muja, edhe gjatë bisedës me Afrim Muslinjen, Rifat Mzijun, ato grupet që janë konë grupet që kanë mudana për zona, në konsultim nërmes viti, ka ardhurdhin që mu këthej prapë. Edhe atëherë po pak si një zhurë me volë, që ushtarë s'dëshin me këthej prapë se ishte largë, edhe ishte ftoft, edhe ishin lodhë, edhe shumica ishin në mend për betej me vazhdu luftën edhe me deportu në Kosovë. Edhe ven urdhi që mu këthej prapë. Urdhi fundit. Edhe atëherë ne jena çu për me këthej prapë, edhe kanë fillu granatimet. Do më thënë granatimet, po kanë gjujt me granata dore, na kanë gjujt fillimisht grupë. Edhe kanë fillu mitraleze, kallashe, snajper, këta orë. Edhe atëherë ju këna përgjigj me zjarë. Do më thonë ju këna përgjigj me armë, edhe ne ju këna kondorvinjë aty me armë. Dhe kështu që ka fillu beteja aty. Tonë ka pasë edhe arminkjo, po që është të partë të kush ka ra, aty ja koni, që thëjmë ne një lamarije madhe. Sa të hupë, do më thonë, kontrola o pak situata se ishtë dole, veç nuk dishmi as kanë aven, as kanë janë të gjujtë. Unë kisha zonë një pozicion afër një lisit edhe ati kina gjujtën kanë aveshin drejtimet e plumave të sërve. Dhe nga të kom pasën Fadil Rashitin, i cili ju plagos, dikon një 5 metre, edhe ishtë të dhonë shpirt, që s'mujshme me dhonë dinjë. Ishte pa mundën me levisë. Dhe ushtarë tjerë që ishin vrau, kishin mejtë në borë, dhe ne ishme të gjujtë, të ju përgjigjë zjarit, dërkohë akon vetëm kadrigashin që e kom pas gatë. Akon një djallë i ri, një kom moshës 18 vjetë, i Belincit, edhe fjartë e fundit me ta i kom folë në atë moment. Në atë pikën ku ishme ne, vetëm u vranë shumica, me të në veç unë edhe aj. Edhe aj ndërkohë, ta unë e po bi poshtë, ta se kanal të u vranë krejtë, fjartë e atine e kom. Këto më ka drejmë mos u qohë, ta se janë snajper ka të gjujtë. Se nalë do me thonë veç e pastrun ato neve na vrajtën shumë. Dikun e akon 20-30 metre lartësia mes grupit. Edhe në atë moment ajo do u qu edhe goditën me njerë. E vrajtën. Dhe qatë moment, ku më ra zhaugas në për kufuma, dhe ku më ra ndërë poshtë, e shokit vendasin Azem Sumën, i thëmë që Azem shka ki, thëtë më ka rokë të dikamët. Edhe si na i gare, i thëmë, qu mare burë, thash mës, qu, tha jasë muj ma. Edhe atërë prapë këmë këti në atë pozicion, më ndërë luftit e sa, do më thonën, të gjujtë me sërbë, dhe atë së në më rëkëshin në ato momente. Nuk e di, as dashtë që zotë, ja, vetë. Edhe kanë me dibu me dore më kanë ngërë gjujtë. Njënë se pështova, së më roki. Kur dita mas shpine, goditin krije dhe gjyti pa vedije. Edhe mase, kur jam qu, veç, sërtë më kishin pas arrestu. Edhe veç me di që më kanë fashu, me fash kokën,
edhe kur farndime mos në kanë. Dhe na kanë dërgu të kishim pas dhejës një zarmë. Nuk e di sa ka qenë në ora, dikun ka 3 mas dite. Na kanë që të zjarëmi, ku ishin edhe tjerë të arrestu. Azimi, Merita, Gjaviti. Akonën Ismet Mazreku, Gjavit Duga, Azem Suma, Merita Ramadani, Lirim Spajiju, dhe dhe janë zonë pas janë dalë për rejthit pjesoj pritës, në fshat janë zonë Gjavit, Sherif Belaqa dhe Nazmi Belaqa, edhe Enver Krasniqi. Me veri e koj plagos, dikun 9 plagi ka pas, a një majt, nuk e di. Me këto të rejnë ataku në burgin e Prizrenit. Në ato momente kur ranë këtë dëshmort edhe i fundit kadrien që e pash edhe këtë Muhamet Dervishin, se desa isha unë nalë të lisi të ajo pozicioni ku isha të gjytë, Muhamet Dervishin dikun një 20 metë, 30, ma ba me dura ka, mo thot nalë. Sa shjo i kam vra këtë kënu. Edhe ata mos e kom pa, mos s'ka full. Edhe e vrajtë. Po të lisë ndërsa isha të lëftu, i lësa zotit, o zotë sa ma shpejt të më roke plume, të pushaj. Se isha të pasë që qarë gjendje kina me mejtë. Të isha vesë dërtë ati në mështë bi. Vesë të lësa zotin të më roke plume, ma shpejt të flenjë të pushaj edhe të ratomi, se ishte një gjendje shumë e ranë. Hajo nuk mund është me parashiku se qëfar kohë ka, qëfar moti, do më thonë, pa gjëmësia, unësia, etja, gjitha janë kanë. Ne e kina pas jetë atë veç 1%. Dhe do më thonë, atëre u plagosa dhe... Ne ja tanë se kina me në heqë. Se kina thonë, ja vdek, ja liri. Me vdek, po, më dërzu ja. Po, këto ishin kushtet që po bishë. Do më thonë, ne jo zënë pa vedije. Se nështë edhe me pas ditë, nështë a kësha bo edhe vedrasje. Vesë dërtë atine se po e shifmi statën që shka ndodhë merët masakrat e vrasit ku atos që janë konë parë atos të janë masakru e monet me të armë atos të me uniforme gjitha. Unë i kom pasën 5 karikaturë. Muj me thonë që më ka metë fishek të fundit 10. Karikaturë i fundit. Po më në qënë kishmi, këndo shta osë mujtë me jashtë të fundit. Sa konë një fortun, një luft shumë e ashpër. Se distanca shumë me nga ata. Do me thonë me gullë, me gjujt, atë të mitë. E më lesë me arë. Sa plumi ka krisë, nuk ujnë me paramenu. Zimi sot në gjallon edhe dëshmitar, i qasaj kur kina kontaktu për smram të jere. Bile thot taj kur je plagos të i ta kun pasu një copë e keku kësë, të ka metë në borë edhe frima për i balë në flurë. Do me thonë jo fortunë. A i veç ishe thot. Unë e front kun kontaktu të në përkufuma të azimi. Edhe thot që janë plagos të dikontë. Edhe unë këthejna prapë pozicion, edhe mo dërë sa këmë rahë. Kam pregadit ato, si pas atineve që kanë thonë, ne i këna prit 5 dit atë grupë. Si pas sërve. 5 dit kanë nejtë në pikë ato. Kanë pas informatë ato. Nuk e di. Shumë i me thonë që i ka pas për meja, për teja, për dikujt. Ato i kanë pas me siguri. Edhe ato janë eksperta për luft, janë konë, edhe që kanë prit para rojen, e kanë ditë që ka mund alkoholona, ato pozicione me siguri e kanë. Mos më i me tha kërkuj që ta që për shpionash në qofë se unë se di kush a kanë. Së më i me tha. Mund të ketë, edhe mund të kujti. Po së më i me vërtetu ne që ta shti nashta polica i mund të me kanë dhe shqiptarë që ka liftu kundra neve, shqiptarët janë konë bashkëpunëtorët aty në... Unë e kumë kalu në për trupin e kadrijës që u vranë gatë, do më thonë kadrija, Fadili, janë kohë dhe të tjerë, pa të smuj me si kumë njoftë, dhe sa kumë rritë Azimi, ku ishte i plagos të dhaj biku gatu të kufumat. Unë e kërë të qoave që i pashtë sërbë që në kanë reteku, në kanë morë. Kanë morë edhe më ka qute një zjarë, mi këshin kallë një zjarë, ku i këshin afru, edhe këto Derimin, Azimin, Meritën, edhe Gjavitin, të zjarëmi, edhe Ismetin. Të zjarëmi va këshin kallë një zjarë, edhe i këshin të bua ti. Edhe më kanë dërgu edhe mu,
Të për në qatë dërku kanë ardhë dhe Sobeja. O Sobeja ka akon ati ku në kanë zonë. Jo, s'kina pas komunikim me to heq, veç në kanë afru aty dhe ka ardhë Sobeja dhe kur gjonë në kanë pit ati sen. Tjerë që kanë martetu, po akon një problem, jo problem, po ku na detyru me shku për me othu, me na qumë burg, detyru me grej Azim Sumën me një pelerin zhak. Dhe vejta me ngrejat plagostin. Ndërkohë e kina morën, unë e ku morën një ushtartit, nuk e di kush akon të calli, se nuk isha, në gjendje si isha i mbullu me gjak. Edhe ku ngrej Azimin, deri në farë pjesë, edhe ku më shlu njërë. Dhe ka arë një sërb, një ushtar, edhe ka bërtit të din, të më bërtit të mos, isha në gjendje unë ata, asë disha gjumën që ka të thonë, asë nuk e kuptojsha. Edhe ka arë dhe më ka afru nga të dhe i ku më ra unë ati ushtarit. Në grështu. Dhe isha t'ja marrë kalashin edhe t'a vrasë, ose të më vrasë. Se s'desha mo me jetu me të. Edhe ati më kanë qitë 6-7 ushtarë, kanë sëllmu edhe më kanë arrestu. Dhe më thonë më kanë qitë prangat. Edhe dikur më kanë qitë edhe më pushkatim, po një ushtarë veç e kom një që i ka thonë, mëse ose beja e ka morë shënimet. Edhe mu më kanë që veç grupit. Nuk kanë që më atë grupë mu. Veç e di që më kanë fukë kamion. Jo me i, për më kanë gjujtë. 3 ushtarë më kanë fukë, shumë si të imnej thesë kompirave. Dhe në atë kanë dërgun deri në kazemën e priznin. Dhe atë më kujtua që janë konë do ekra burgit, të së disa më kanë ra aty, pa vedije më kanë shtu prapë. Pas ishte në burget aty mrejna, nuk në leshen as hult me nejtë, në kam. Ishme në gjendje shumë kritike nga. Gjithë, jo veç une, që në konë grupë. Në kanë dhe ujë shkrim borës, borën e shkrinshin dhe në epshin ujë. Në kanë martetu për 3 ditën e. Ditën e fundit më kanë qitë me i pa ku fumët e pashtikit. Që si njëfshë. Dhe më kanë rejë dhate, dhe më kanë këthim prapë qëli. Ata këshim pas qitë me një, po thonë për jashtë, aty dikon një hapsin ishte, këshim pas bëllu, dhe shkokat jashtë. Ishtë në gjendje që shkanë mujtë mi morë plakët, dikosh në krije, dikosh në gjikës, dhe më thonë, dëvëram. Edhe më kujtuat që i kom thonë një, tha e një, thash, po e një, që shë ka imre, thash Bedri, bje imre, thash Bedri, emri babës Bedri, atëre më kanë rajete. Së të të kanë të bua i gare me neve. Sës nuk ishe njefë, se me që më dha me tha atë imën, rëdin, edhe më shtenë që li, edhe ma të nesë në kanë që me helikopter. Në kanë dërgu burgin e njështë. Asë një fjallë që funë. Po veç më i përke me një qështë të qili dirë në helikopterit të të këcaj. Qa qëllim e kisha veç desë ma shpejt. Se ishte shumë, se kuptesha jetën me nejtë më. Se i banëm gati 3 ditë pa gjumë. 3 ditë pa gjumë këna nejtë. Por nejtë që se këna ditë gjumën, këna pasë edhe përktisë. Po ato kanë qenë më uniformë ushtarake sërbe. Nuk e di akon shqiptara sërbë, se është ato kanë ditë të gjumë shqipe. Veç më kujtojt një fjallë që kanë thonë një këra pritën që një kujnë e konë të ju pritit që të grupën e juve. Që kini nejtë, vlonë, ato i këshin pazit donat këtë. Edhe së grupën sa unë. Më dojnë këshin ditë fjallë. Informantët. Nashta për afërsisht, nashta se kanë ditë të veç e këshin ditë se kur kina më njësë, sali grupën edhe shumë sakte këshin ditë. Ka kini jarë, që shkini shku, kush ju ka shtin, dhe me thonën, për këto. Po mu ishmi për ranë, se ishmi të latë, biles në kanë mu shumë pitje, ne i qkaj në kanë plagës shumë ranë. Veç qkaj kanë gjitë, ne kanë, për tjerë spedi, që ta i kanë mërë pitje. Që neve në kanë dërgu me helikopter në burgin e Nishit, ku mujtë me thonë që kom pas uniformën edhe amblemën në qëkës deri nish.
kur kena zbrit kazemën e Nishit, kur e kam pa emblemën e ÇK-s, ushtarë qirt Nishit që janë konë në trepart, nuk e di që janë gjujt, sa ushtari që krajnë kënë të marrë qa, kënë të shkejp, veç me shkejp atë emblemën e ÇK-s. Krajnë kënë të marrë shkejp. Nuk e di sa i vrajti ajo emblema e ushtrisë. Edhe ma në kanë shtrim mrejna në për burgje, në për... Do më thonë burgje veta vetë, asë një atë dysë në kam. Në për qelia, ushtarake, si që kam pas ato. Dite para konë, kër më ka thonë me flejnët, për orës 9, më duk që dunjoja është e hekmja. Se të isha vështë të përshoj, se u bon 3 ditë, pa përshim. Me tortura, me dhimbje, me gjitha, më duk që u shlirova. Edhe pse na kanë torturu edhe atje, po do me thonë, veç ishmi, ka pak të morë pak vitin, ma let pak. Gjitha, ditë s'ka me të pa urrej. Edhe pse ishmi më plak, e kishmi plak, edhe plakt në e prekshin. Më gjakim ka kullu i plakës në stop. Në stop ka për. E lesëshin, tasgësëshin. Shëndër të sërbe në atë ku. Kush e paramenon, me pasrar në atë ku, më uniform të ÇK-s, durën ishtë sërbe. Vesh me paramenu, mjafton për ato që e kanë pa. Mjafton. Sa du në kalëzaj dikuj të rritë, pa i tipe në ditë se qka kam. Uniformën e kom pasën, unë gati me qatë uniforme kam shpi. Qatë uniforme kam. Do më thë që e kom pasë në burg, e kom vazhdu luftën, edhe apet, e kom. Ne i kena, do më thë i kena ik, po i kena pasë të mrejna. Do më thonë, qeli, burgit. Na kanë dërgu burgin gjikatën në shtarake atje. Na kanë akuzu për vrasje, kalim ilegal, terrorizëm, armbajtje, veprat ma të nëmuna si kena pas. Me burg për jetë që mina kam. Gjithë pse ke morë pjesë, edhe se ke prish konstitutën e Jugoslavisë, të Sërbisë. Ata pitjet, po s'vleshin për neve. Për mu s'vleshin. Pse isha betu që me të s'ka. Bile ma kanë dërgu, ma që një foto, ma këshin bo me shalt, me këse, do më thonë i lidh, me fash, edhe një arë ma kanë pasdon, edhe më kanë bo foto. Në gjikat, ushtarake thot, a jeti? Unë i thonë, po. Arma është e jute, thashtë që ja. Qishtë i thonë foto, armën e kinë dure, thot, sa e jute? Unë i thonë që armën e kom pas tjetër armë, nuk e kom pas këtë armë. Thashtë ju ma keni thonë vetë, më keni fotografu. Dhe pak u që kërdesën ato, pse se pranësha. Mas të dhe ditën 20, ne kam prunë një ushtarë sërbë, dezertur. Ka qeni qaqau këtaj. Në dhomë, edhe thë këti pse në burg. Bisë dëshme po me dore, me qka të mëshme u mëshme vesh, thë pse ti të kam prunë, që kam kënë luft këndra jësh. Tha mu më kam prunë, që unë shkum dash me shku në luft. Sa i kështë pas për pizem me shku. E kështë në zonë aeroport edhe dezertur e kam prunë në burg. Pa ishtë tjallit, pse me luftu të kjo, s'kam kur gjonë Kosovë, s'ka luftaj. As tokë, as prind, kur një sens kam. Edhe ditë e fundit, për lirimin, dhe më thonë, e një gardian, edhe ma banë, thot, Palashi, thot, meri kiset. Ndërko, dhe ditë e fundit fillun me orë OSB-ja vizita. Sa ato këshin bo marveshje me Sërb, me UÇK-n, po shkëmbimin e rove, pasi UÇK-ja kishë pazon në 8 ushtarë Sërb, Shalë Bajgurës. Ato këshin pasrit marveshje, po në izdishme sen. Kur fare informatës kemi pas. Ato fillun marrë dhe ditë e fundit, po na vizitojnë, ka mu bo mirë, në ato fjallë të neve që ka thesh. Këshirin prizën, kur na kanë rastu, do me thonë, na kanë dhonën difje buk,
me një pjesë salamës, edhe gjatë të ushqimit që janë ngrën, e qëtëm pi torturave. Do më thonë, në qaj toge, do më thonë, se përbaloj ke asë ushqimin. Edhe kemi flenjt edhe në kambili prizajnë, që s'na lishim ullë për toke. Në kam konflikt. Në thonë 15 minuta, 20, që shnu se s'na ka njo asë më ullë për toke. E nesh, në ka ushqimi ushtarak, do më thonë që ka nga pas ushtarët. Jo që me ka i mirë, po që e ushqim që ka kanë pas. Nuk mjaftoj ke, po sa me majtë shpirtin. Po që li gjithë ditën kemi mnejt në karrik, as më ullë shtratë, ku e kishme krevetin. Shkyshmi, më kom shkyt njëherë u që këllë, mrejnë në burg, edhe ma vrejten, edhe kënë të mitë pëse kom shkyt. Po ato ndërsa kishim bo marveshje me ushtartë, me Osobejnë, për lirimin e robëve të luftës. Ato fillon më ardhë edhe ditë e fundit, me na këshira, po jo torturojnë na pitëshin. Qka ta mërminja, mu liru, mos më liru. Ne s'kishme informat, asë nuk e dishme qka të ndodhë, sa të s'na dhan asë një informat që kanë zonë, kanë po marveshje, se ato ishin këtë me ushtarë sërbë që rrishin i vëzhgëshin në stop edhe ato. E ditën e fundit, do me thonë, para se me ardhen mu liru, ne pranën këto letrat, vendimet, për këtë akuzë, do me thonë, që i kishme, i kam edhe ato alasat të shpi, edhe aji ushtari sërbë që i përmina më erët, thot ka një ato pos civil. Tha, dhe kanë me ju transferu. Beograd aty konë, më ju jek për ushtri. Pa ju këtë i tha jo, tha, kur s'ju këtë jekin? Pa ju denun gjithë, tha s'ju jekin. Dhe në qëtë dërkohë herë një gardian sërbë, ushtarë. Thot, balazhi, thot, ta ki kjese, ta shpo. Tha, meritesh asë një kjese, e ki këto burgi që ka ki. Edhe ta shkatu ndodhë, ta i në ty e qu, me ju përshkatu. Edhe mu kesh munge. Edhe, me një kesh me, ta pëse po kesh, është ma mirë me më përshkatu, sa me njët me ju, edhe. Edhe të e në mranë shpinë, edhe. Edhe morëm të ishat, nësë me dali jashtë. Kur dëllim jashtë një politë civil, ka 2 metët më dhaja, më në gjithë për qafe, thot, a ki me morë ma pushë Kosovë. Kësë i rrudha kraut, nuk e disha qka të thonë. Me ka qitë prangat, dhe më ka i në ato posë, ku i këshë një pedat të tjertë, Burgast. Edhe tha, në e krijet për kariket ato puzit, edhe asan është as drejt. Vesh për. Edhe ka nipë, në ka nipë në ullëse, ka lasht në kemë në këto, edhe ka fillu ato puzit. Dhe më thonë, prej nishit, këna orë ka Giljani, atër kërë janë Giljan, tha qeni krijet. Që më duk që janë civil, nuk e di për qëra. Ne e vrejtëm që janë Giljan, se bas targave të kejrëve që i shifshmi gëllë, dhe më thonë, ishmi në teritorë Kosovës, po ne mendimin për përshkatim. Që të shtanë të tishmë. Prej atit në kanë dërgu në Ferizaj, në kanë majtë një gjësor ati, edhe kanë fillu për Suarek. Për Suarek, ku e kanë marveshë, ku e këshin leon takimin me Osobejnë. Do me thonë, Suarek e shkoni si poligon, edhe në analin ati. Edhe në isaj për e pritme se që pas kanë me në përshkatu gëtin. Ndërko kur vinë Osobejë me ato kerët e portokalta, pak nërë mu liru se
nëse të këtive nashta s'na vrasin. Edhe fillu me zgjidh dur prangat. Edhe na qitën poshtë. Pile mu ka qitën prangat, së lirejshin. Dhe një polic me një fartili, qili edhe rash poshtë. Po, kur ranë poshtë, atyre thanë, ose beja ishte dikon një 50 metrë larkë, pinejve. Edhe atyre nga thanë, a që këni të Amerikanë të juve. Po një gjatë udhës për të ose beja, vese për që mi kur do të nga qëllajnë edhin. Po fatë, shku ma të kënë apon të ose bejë si apën dirë të veturave, edhe afru kur afru më të hajp një mrejnë, tha se ju kanë liru. Së ishte pa besushme, din. Se asë nuk e preqshme. Dhe nga dhanë soka, këto pëjmë. Edhe fillun për Malishev, për Malishevës unë gjithëm për Likëc. Po para se me mrinë Likëc, ruaja e UÇK-s në do në rrugë, i nalja së bejnë. Edhe atëri kër i pa ma mblejmë në UÇK-s, atëri kuptum që me të vërtet në panë liru. Edhe ma kër mrejnë në shtap Likëcit, aty në kam prit Jakub Krasniqi, se kujtohet, edhe ushtarë qirë, të më dhe ato u realizu një qëllim që më në fund edhe Serbia e pranoj që i bon ndrimin e ushtarëve, ushtarë më ushtarë. Fjalimin e majten ato që ka rrit një rezultat UÇK-ja që ka bo marrëveshje që i lirun për shkëmbim të robëve të luftës. Dhe ka folë kështu, po tibe as nuk më kujtohet fort për që kanë folë. Veç e di që mas takimit në kanë morë, në kanë dërgu të një shtëpi kjo generali Elfejtës Spahiju të dajtë e vetë. Këna qëndru një natë dhe një ditë. Jo kejtë, veç që unë edhe Azimi, se tjerë të reqë shkuna për venet vejta, që i kam pas magatë, se ne i në kom me lartësi për Drenicën e Lezan. Edhe me pasdash me shku, s'kuzeshme me shku, se kjo pjesë nuk ishtë luft atyre. Mu i keme pas pasoj edhe familjet në to. Për atyre këna shku në Divjak, shta përgjithshëm, kemi qëndru 2 muj. Aty edhe këna zhvillu jetën ushtarake pra. Por kemi qëndru 42 ditë me Prizrenin. Do me thonë për 14 djetorit, tërë me një studianar. Kanë zonën një oficer sërb, atë që ja konë me atë grupën e sërbëve, e konë lagarit 1 me 2. Ne nga konë, në ato tijet e në konë. E do më thonë një oficer e kanë lagarit 1 me 2 që mu liru komplet. Ose beja me UÇK-n, me sërbë. Sa ato UÇK-jes nuk i këshim besu që ne këna mu liru. Se nuk e pranon Serbia marrëveshjen. Edhe pse kanë në shkujt, ato s'kan pas besë që kanë mi liru. Po ndoshta edhe presioni, ndërkombëtar, edhe na kanë liru. Sa dhe kur s'na këshin liru? Kur s'na këshin liru? Po me siguri presioni ndërkombëtar. Sa ka dhe Lilita Shaula, ajo dëshmora, unë s'tasht, edhe kjo Merita Ramadani, që ja konë grupë të unin. Bile këta e kanë trajtu manërishe me femna në Sërbi. Gardianet femna kam bikqirë. Nish. Merita. Divjak pas burgit. Po e këna taku Tajrë Sinonin, disa bashkëliftarët vendas të Mazvenis, të afër që kemi, Blacës. Këna taku prap Drinin. Këna taku Majra Sanin, pretës tonë, në Ribexhetin. Po atë ka dhe gjarët që shakon që kanë ranë pritë edhe të më thonën Majrja plagos, Drini, Qena vra, dhe këto kanë deportu në Kosovë edhe në përfshatra kanë qëndru. Dhe më të i kam pështu që të i rejtit. Ta i në këna pas, akon komandanti njësit speciale ati shtapërgjës. Ne i këna vazhdu jetën në shtarake pra. Edhe pse shmit plagos, vazhdu më jetën. S'kish me zhidhje që të. Bile në kanë thonë që du të mua këmirë edhe njerë ma tej për sëtë. Qa këna komuniku më ushtarë? Që këna me vazhdu luftën,
kena ma akmerë ndaj atë në dëshmorëve, edhe ne vazhdojmë luftën deri në fund gati. Edhe pse na transferuna për zona tjera, do më thonë fund, do më thonë kena qëndru në Antelizit, zbashku ma zi jemi në akon, kena një shtab brigadën e Gafërlokut, 164. Akon një njërë shumë i vullnetshëm, shumë luftarak, shumë burë. Të rrim akon. Që një historia ta që do shtë edhe jo dini që ka morë gjitha luftat pjesë Preshev, Mazdani dhe të Kosovës. Që sot i këndohet konga aty. Tajirit, Mujës. Aty një këndohet konga, për të rimnin që ka pas. Ne krisi lufta në Antelizit, të edhe vendosëm me shku në venin tonë, ku e dishme të rejnë ma mirë që me kontribuat atje. Dhe pse ishte kontributin gjithë Kosovën, e se ishte dalim se të cëllën vend, po veç shprem dëshri me shku në Antelizit. Edhe qëndru ma të ndërë fund të luftës. Dërë kohë do me thonën, une para luftës, para përfundimit një mujtë, jam dërgu në Turki për shërim, për plakë që i kisha morë, pa shtrek. Edhe gjatë shërimit, nuk i prita kontrolat me i bon dhe të që liru Kosova, erdha në Kosovë, me njerë. Unë isha spital Turkijës edhe nga të regun që ka e fejin në ato në Kosovë, o liru, atë me padorin me lash edhe kontrolat që e operova dhe erdha në Kosovë sa ma shpejt. Po ndryshim ishte se ishte këtë shqiptarë. Ishin policia ushtarake në atë kohë e UÇK-s, do më thonë, UÇK-ja ishte ala aktive, do më thonë, në për kazerma, që ishin morë për sërve, do më thonë, qëtër frimzim pat. Unë nuk përdi që ju thonë atine, se mosha që i ka bo dikush 35 vetë, nuk e pretën luftën, rëbrien, atë i duko që këtë ndiria është këtë okej, me sha, me ofendu, po ato vlerat e ushtarëve të UÇK-s, që ka në gjak, që janë ra dëshmur, ato së një shanë, asë së një mëhanë kur. Sa do që dalin të shajnë, ato janë liria Kosovës. A i ka marrë me jetu qëtu, me hangër qëtu, në shpinë të aty në dëshmurve. O që ashtu e shë, mund të aje dhe mos me kontribu në një aspekt, që të thëjmë ne, qka ke bo për këtë tokë, qka ke bo për këtë ven, e jam më ofendu. Po qka po më ofendu mu? Pse kom da në lufta? Pse kom luftua? Unë e di qka kom mjekë për këtë liri, qka ka njekë tjertë. Sot jetojmë këtë si pas dëshirës. Kusht nuk të gucë, kusht nuk të pengon. Shto. Ato ofendimet që i bajnë ato, s'po do minë ato, as do me komuniku për ta. Sot do i lirë gjë kush me fuar gjithë shka, po vlerat së një upin kërë. Sa do këtë do që të vinë njerës me ofendime, pa ato vlerat së upin kërë, se janë shkujt me gjak. E gjak e aty në silim jupë. Po nejse kam i ra pishman, dikush që ka ofendu, ka më pendu për ata që ka thonë. Ka më pendu. Qëse institucionet i bajnë historinë, edhe qesin e për shkolla, historinë e fundit tonës, edhe prind mi motivu fëmijët, mi dërgu në për vendet ku janë konë luftat, ku ka ra dëshmorët, edhe mi frymëzu se çka bon këtë Kosovë, që shkina arë deri sot. Institucioni ka kryesori që ka mi bon, mi motivu njerëz. Me ditë se sot nuk o të shkujt, nuk o të heq për këta vlerat. Ne dalme veç kur ka të bime, kur ka manifestime,
edhe morin pjesë shumë pak në për këto ngjarje. Motivimi është për institucioneve, për shkollave, për prindve, për gjithve për luftën që kena bo, edhe që të liri që kena arrit. Mi motivu ato se çka ka ndodhur, mi ju fol. Edhe besoj që kanë me kuptuar ato se çka ndodh në Kosovë.